nga jo narbëri. Djepi krishterismit nga Jerusalemi në Iliri, shën pali për Levdua Jezu Krishti, vllazën e motra. Prap jem zbashkut me vllain ton Blerim Nikën, i cili fjalët e të cilit kanë hinë zemrat e shumë njerëzve kur ka tha kom marr emrin e gjyshit kur jam pakzuar që ma kanë vrarë turqit, se nuk i kom gjet gur, nuk i kom gjet varr, e unë jam tash ai guri i gjallë. Ky vlla pra që ka pranua Jezu Krishtin, e është pakzu në Jezu Krishtin, vepron shumë në çështjen e pakzimit që me shpëtua shqiptarët e me u kthye në fen e vërtet. Tash ka shumë kundërshtar në anën islame, por edhe të krishterë, ka të krishterë që një ditë na tha njëtha, Blerimi tha po i gut pak njerëzit mu pakzua, e unë i thaç, a jem duket se po ja fut shumë avash, shumë ka dalë, se nuk ka shtë koha me prit, se Jezusi thot, nuk dihet koha apo momenti kur të vijë ajo ditë, atër na sa jem gjallë na duhet me veprua, që mos të vdeki kur kushën mkat pa Jezu Krishtin pa pakzim, se pakzimi na shpeton. Shkrimi shenjtë te Pjetri 3, Vargu 21, 1 Pjetri 3, 21, thot, ky ujë shembullese pakzimit, që tani ju shëlbon, nuk është pastrim dërsijet e trupit, por urat e drejtuar hyjit për dërgjegjet e pastër në përngjalljen e Jezu Krishtit. Do me tha shkrimi shenjtë na thot se pakzimi na shpeton, atë na nëse na i duom vllaznit ton shqiptar, e nëse nuk i ftojmë në pakzim, nuk i ftojmë në shpetim, atëherë na ju dëshirojmë në një mënyrë apo i lejmë në mallkim. Por njerëzit që e duan kombin, që e duan njeriun, nuk munden me i tha tjetit, haj se mire ke jeton mallkim, po i thome, hajde në bekimin e Zotit, hajde në pakzim. Blerim, faleminderit shumë për përgjigjen tënde ndaj misionit që vetë Krishti ta ka dërgua. A mundesh me fol pak se këto pakzime po nollin ditë për ditë, si janë të me pakzimet në trojet tona? Atëherë vllai i dashtën, unë të falenderoj shumë për këtë mundësi edhe një herë, me ty nifemi tash të këtë gjamir, i ndajmë njëtat parimet, njëtin ideal, na bashkon Krishti, na bashkon gjaku, na bashkojnë shumë gjana. Nihem shumë i lumtur kur flas me ty, jo vetëm para opinionit, po më duhet me thonë edhe për ata që nuk e din, Malsori është një djalë për cilin krenohen gjitha hapësirat shqiptare. Edhe na e rikujton se malësia frymon shqip, sepse neve shumë herë hoxhallar e dreshi mallkum na kanë janë mënu më na e shti në kokë, kështu thuti nuk ka shqiptar fare në malësi. Kështu që e falenderoj Zotin për bekimin e tij për Malsorin e shumë malsora tjerë që janë mas Malsorit e para Malsorit. Malsor, sa i përket pakzime vlla, nuk jam vetëm unë që muj më fol me kompetencë, mirë po për atë pjesën që di edhe që muj flas pa kurfar problemi. Ka shumë vllazën e motra tjerë që janë të angazhuar në këtë drejtim, ashtu që shihet ti edhe une. Mos mi përmend emrat krejt tonëve, po secili është mënu me bë punën e vet si o mas miri. Ma e rëndësishmja është që du të me theksu shumë që as kon na nuk e imponojmë, as nuk e morim në mënyrë të dhunshme për ta pakzu. Na jemi bo shembull mas pari vet, e kom fjalën për neve të rikthymve, edhe atë bekimin e hyjit nuk kemi dash me majt vetëm për veti, po kemi thonë që dojmë edhe vllaznit tonë, e motrat tona me pasë sa mirë është me u kthy rrojve të parëve tonë. Sa mirë është me një dashninë e Zotit. Sa mirë është me një sigurinë mrena trupit tënë. Prandaj vetëdijsimi vlla është të ndodhë, e kjo nuk është
thjesht një propagandë si shmonohen shpesher. Më na paraqit se gjaja po bëjmë ne propagandë, vetëdijsimi është të ndodh, rikthimet janë të ndodh, edhe falenderojmë të madhin Zot për këto bekime që po na i sjell në kishat tona. Amen, lavdi Zotit, sa mrekullueshme o vlla se unë zakonisht me do vllazën tjerë mundohem me pregadit këta që pakzohen, po i majme në programin, kadal të me i pregadit. Sa mrekullueshme vigjilën e pashkve, natën e pashkve, mas pakzimit, shkrimet që na i bajnë njerëzit, falenderimet që mi bajnë, që më thonë vllat, falenderoj me krejt shenjën time për luratën që ma Allah Zoti, për ndimën që ma bane ti, me taku Jezu Krishtin e me u pakzua, që thonë s'ke muj me maj emocionet, dashnia, hiri, mrekullia që Zoti na e jep. Që do me tha, këto vazhdojnë e vlla, nuk ka se tash njerëzit menojnë e pakzimet janë vetëm në Kosovë. Janë në Kosovë, janë në Amerikë, janë në Shqipni, janë në gjithë trojet shqiptare në krejt diasporë, sepse Zoti e donë popullin e vetë, e donë me shpetua popullin e vetë. Se te Gjoni, kapitulli 3, Jezusi thot, për një mend, po ju thëmë, kush nuk lind me anë të ujit e të shpirtit, nuk mund të hyj në mbretërinë e hyjit. Çka do me tha kjo më u lind me anë të ujit e të shpirtit? Ashtë me lind nga uji i pakzimit, e kur Jezusi pakzohet, çka ndodh? Shpirti shenjtë zbrit me ta. Nolle njëjta gjë se Jezusi jo kja shëmbullesa për pakzimin tonë. Jezusi s'ka pa nevojë më pakzua, po me pakzimin e tij ai shajtnon ujit e pakzimit, të gjithë ujrat e pakzimit, që sot kur pakzohem na, kur pakzohen shqiptar, ose Jezusi ka shajtruar ata ujra. E ai thot, nëse nuk rilindni me ujë e shpirti shajt, nuk do të hyni në mbretërinë qellore. Po si mundemi me kja na vllazën, e mos mja dëshirua njëri tjetrin në mbretërinë qellore, e mos mja hap derën e mbretërisë qellore. Na nuk jem të me ba diçka që janë jashtë normet. Me iftu njerëzit në pakzim. Misioni i kishës te Mateu 28, çka thot Jezusi, çka urdhnon kishën, apostujt e tij, njerëzit e tij. Shkoni thot në botën mbar, pakzoni në emër të Atit, Birit e Shpirtit Shenjtë, ai që të besoj do të shpëtoj. Kjo detyra jonë shpirtnore. Nuk ka se na jem të kryo diçka tre. Shën Pali ka ec nga Jeruzalemi në Ilirikum, me shpërnda fjalën e gëzueshme. Na nuk jem të me ba diçka jashtë normet, se ka shumë edhe katolik që menojnë, po këta çka janë të me ba, po përçajnë thot komin, po përçajmë komin, të eftu njerëzit me ba çka kanë ba të parë tonë, që kanë luru jetën për pakzim. Në gjatë kohë e komunizmit, priftat kanë flijua jetën e vetë me pakzua një njeri. Po çfarë përçamjet janë të me folë, adi? Që kjo mrekullia e Zotit, e është thirrja e Zotit që na me iftu njerëz në pakzim që ata mu pakzua. Vetë Jezusi thot për shëptorët e tij, kur të kryejnë një vepër, mos mu mburr, nuk kanë bani gjatë veçantë, e kanë krye vetëm detyrën e tyre. Te Luka kapitulli 7, vargu 10. Dëgjoj çka thot Jezusi. Po kështu edhe ju, kur të kryeni gjithçka që u ke urdhëruar, thoni, jemi shërbëtorë të pavlerëshëm, bëm vetëm ata që patëm detyrë të bëjmë. Do me tha Jezusi, nuk do që na mu kreneru, apo me tha, au bëna diçka, por nuk do që na as mos me bëna ata çka na ka urnua. Kryeni e punën edhe thoni diçka, e kom bëna detyrën teme. Kjo është detyra e çdo besimtarit, me i pru njerëzit, me i ftu njerëzit te Jezu Krishti. Na nuk marrëm kamellun, me i tha hajde me të pakzua. Na i ftojme, kjo është e drejta e jonë. Sa mirë që e theksuve këta malësër, sepse nuk thuhet këtë që tradita shqiptare është e ngjizne ngusht me vetë Jezu Krishtin edhe traditën e krishterë. Sepse me siguri këtë dëgjuar edhe ti, e din edhe secili këtu që na dëgjon,
shqiptari nuk e ka zakon me lavdu vetveten. Nuk është në traditën e shqiptarit kjo. Andaj vetë krenaria nuk ka vend në traditën e në kulturën shqiptare. Prandaj kjo është edhe një dëshmi tjetër që kultura jonë është e lidhur me ngushtë, si mishi me ashtin me vetë Jezu Krishtin, o vëlla. Edhe prandaj Shumë e vërtet vëlla se njerëzit folin për kanunin, thonë kanuni. Po edhe këta që i thonë kanuni s'di ja kanë lexuar kanunin. Kanuni është plot me ligjet kishtare. Po, e di. Si mos janë kish, e si me veprua, e si me ban, që normal popullona frymzua me shekuj, me këto mësimet e Jezu Krishtit, që kur e bani një vepër, mos u burni, kini ban detyrën tuaj, edhe kreu puna. E di si është vëlla kjo çështje, është se unë ju them shpesh herë edhe njerëzve kur kemi, domethënë, flasim për këto tema, ju them, shiko, shpesh them nuk është mirë më marr fare me islamin, as nuk është fare mirë më marr me ta. Kur them me ta, e mendoj atë strukturën e hoxhallarëve politike radikal që s'kan të bojnë kur gjë me kulturën dhe traditën shqiptare. Unë e them, shiko, është mirë që t'ja u tregojmë vetëm se sa i bukur është krishterizmi. Sepse t'u ja u tregu sa i bukur është krishterizmi, ne në fakt po ju tregojmë aty nëse sa e bukur është tradita shqiptare. Edhe nuk ka gjë më mirë në botë se sa me një veten krenar që ai që t'ka fol nona dhe t'ka fol vetë Zoti, apo jo? E vërtet se na nuk mujmë me gjetë vetijun deri që të gjejmë aty siç jem, siç na ka krijuar Zoti. Nuk mundem kur unë me kja i gëzum me një identitet që nuk o jemi. Unë mundem mu munua me kja Amerikan, me kja Gjerman, por nuk është ajo ai që jam. Unë jam i gëzum kur jam i lirë. E kur jam i lirë është atërna kur kom përqafua ashtu si që me ka Allahn Zoti. Por kjo vlla, kjo që tha e kem detyrë me ba, kjo sjell në temë se e kom pas se ke postua diçka që Argjypesh Vidoda kishte la përgjegje kita tha që çka jem ty me ba është detyra jonë. Po, eksakt. Unë tash ti mendoj pi perspektivës time, sot gjatë ditës se ka boni deklarat ai krye imami politik i islamit në Prishtinë, ku thot se dikush ose disa, me ase e kuptova, është tu mundu me prish tolerancën ndërfetare, kështu thot, përmes konvertimeve. Tash para si më dalë të pjesa ku përgjigjet shkelësia e tij Imzot Dot Gjergji, si pasuesi i Pjetër Bogdanit, ditë thëmë se toleranca, si quhet, nuk ka ekzistu kur në hapësira shqiptare. Nuk e di pse unë duhet ta toleroj vllaun e motrën tem që i përkasin një besimi tjetër që në fakt për mu nuk është as besim ai, po është një ideologji ekstreme e cila na ka imponu me dhunë. Pse duhet ai ose ajo mu më toleru? Në një familje nuk ka tolerim, aty ka respekt dhe dashni ndërsjellët. Dhe me thonë, ata po mënohen më napru edhe terma tjerë që s'kan të bojnë fare me identitetin shqiptar. Prandaj, krejt natyrshëm ju ka përgjigj si pas mendimit tem, Imzot Dot Gjergji, ku thot se është drejtë e jona me tregu kur një fe ose një kultur nuk është e mirë për neve. Këto mundem me thonë, na këtë drejtë e kemi. Mu merë shumë mirë, une e përshëndes atë deklarat edhe thëmë sa ma shumë që të kemi kësut deklaratave të tilla, aq ma shumë na e pin zemër neve dhe kuraju që ta vazhdojmë këtë rrugtim, e sidomos mos ta nim veten vetmum këtë rrugtim, sepse e kom fjalën për janës njerëzore, se nuk e ni veten unë kur vetën, e kom Zotin, mos të pasha njeriun. I kom shokt, i kom miqt, e kom edhe malësorin e kem njën i tjetrin, e kështu.
Jo, shumë deklarate fortë, se prapë siç po thome, është detyra jonë. Unë nuk jam, unë nuk ka se po bajnë diçka që janë kundër natyrës njerëzore, apo kundër traditës shqiptare. Meja dëshiru vllaut më të mirën. Ti vjen nga familje muslimane, ti ke antar të familjes që janë musliman, ti nuk je anti-shqiptar se i thua vllaut tënd, vllau, të ftoj me dal nga terri e prano dritën e Jezu Krishtit. Këtu e kisha marrë një shembull, e kisha marrë me kënaqësi. Malsor, për shembull në luftën e fundit 1999, në fshatin tem, quajtur Kaleqan, kanë ardhur shumë refugjat për i tana anëve të Kosovës, sepse e kemi pas fatin që jemi kanë buzë bjeshkës, dhe më thonë, me njëherë mas bjeshkës kanë fillu ato fshatrat shqiptare në Malzi. Edhe për shkak të më thonë që ishim pranë malit, kemi pas shumë refugjat. Tashti, vlla, ata e narë se kanë kërku shpetim të na, edhe ne jo kemi ofru shpetim atyne. Kur ka arë koha që armiku o fut thellë edhe në fshatrat tona, jemi detyru të ikum bashkarisht. Edhe ajo është një dëshmi se ne kemi da dhe të mirën edhe të keqen bashk. E kemi da edhe buken bashk. Edhe sot, ne po dojmë me da dritën e Krishtit bashk, se nuk është ajo vetëm për neve. Amen. E dojmë bashk, e dojmë ku ka ma mirë sikur me da të mirën bashk me vllazën e motra. Edhe na nuk pëjqojmë shumë largë, na pëjqojmë thjesht 2-3 gjenerata mrapa ku dalin rajt e të parve, se cili shqiptar dalin katolike. Shumë bukur, apo jo? Amen, shumë e vërtet. Vllazën, kërkesa janë të mla për pakzim. Të mramin program, kom pak kënaqësi që e kom bon live. Vërtet shumë me thojnë malsor kur po del live, presim me dal live, kam familje, kam obligime, hallet e mia, punët e mia, por atë moment që e kam, mundohem me nda, si thot Jezu Krishti, të faljas mallurua, të faljas ndani, me nda me popullin tem ata që ka besoj se është e mirë. Jem kja prezent e lëbjerimi. Spaktit 15 vet atë natë, musliman, që than e kom mohua islamin, që i than jemi afer pakzimit, një person than 99% jam ty pakzua, e më lypet edhe një shtymje se dua me lexua Biblien edhe pak ma shumë. Do me tha kërkesat janë të malla. Si më udalë për balë të në kërkesave, vla? Apo mundën me shtartë më udalë për balë të gjithë të në kërkesave që janë e për pakzim? Sa mirë që e qele këtë temë, se kjo temë është që nuk na intereson vetëm neve, po intereson se cilit shqiptar. Malsor, unë ditë thamë që vetëm në adresën time, pa dash me egzageru fare, sot që po e gjirojmë këtë emision është ditë e premte, prej të hanës e deri sot, në adresën time janë paraqit rreth 50 persona. Shumica prej tyne, dhe me thonë, femna shqiptare, vajzat reja, edhe të vjetra, edhe të moshuara, po nuk janë vetëm prej Kosove, që kjo tjetë shumë e qartë. Janë prej, dhe me thonë, prej fshatrave, prej qyteteve të Shqipërisë, të Malësisë, besa edhe të Maqedonisë, apo ma mirë si që themi ne, sepse ashtu është të Ilirides, ka dhe të Përshevës, që hiq ma largë se sot Malsor është paraqit një vlla prej Struge, që jeton në Zvicër, emrin e tij nuk po du me përmend, po e përshëndes se e di që do ta përcjell këtë emision, ndoshta edhe me familjen e tij. Ai zotëria, domethënë, ishte tu e bon një operacion të dytë. Po në operacionin e parë i kishte të gjitha shpresat e humbura për jetë. Dhe thot më kujtu, thot në koma, si lloj koma, më kujtu vetë Jezu Krishti. Kur ju më zgju, thot, atëherë thot une nuk
kom mendu asgjë tjetër, thjesht kom dash më shku e me përqafu Jezu Krishtit. Sepse ma shpëtoj jetën. Njëjtë si kur ai zotnia atë natë në emisionin që ishim live. Mirë po ai për emocioneve të thella unë e kuptova që nuk don shprehet ma thellë, po e kom dje sepse kjo i ka ndodhur e njëjta. Dhe ishte një rrëfim shumë emocional, cilin po ashtu e Vërtet ai rrëfimin pe përshëndesim edhe për ata që se kanë dëgjuar rrëfimin e tij se kanë pa në kanalin ton, do me tha një vlla tregoj ka kem musliman shumë i devotshëm, ka lut 5 herë në ditë. Bjen një aksident në Tran në Zvicër, është në koma për 8 muaj, kur qohet nga koma, ai thot urat Jezu Krishtit. E në atë moment i thot familjes, kem pa marë një rrungë gabuam si komb e si familje, që kem mohua Jezu Krishtin, këtheni ju të Jezu Krishti, sot o pakzua ai. E krejt familje ati e rrethana ati se kanë pa mrekulli një njeri mas 8 muajsh mu qua të folju ratën e Jezu Krishti që se ka mësua kush, vetë Zotja ka avun e shpirtin e ti. Eksakt, vlla, ishte një rrëfim emocional, ishte ai, unë sa herë dëgjoj kësi rrëfimeve, emocionona shumë sepse e shoh që auto heq populli shqiptar. Edhe e lësë dhe e falenderoj Zotin e madh që është i zgjupi gjumit e kombin shqiptar. Mirë, atëherë ta bojmë pak ma interaktiv, sepse janë mësu shqiptar të dëgju vetëm ty të bëj shpytje, tash edhe unë kisha vo ty disa pyetje me krasi nëse lejohet. Urno, se të parën herë kur ke parë, do me tha, je ke iftuam ti, sot jem të me ba programin bashkë. Po, eksakt. Tash ti, a mendon ti vlla që këto 2 vitet e fundit vren një ndryshim të shqiptarët? Qa ki po ma herët, a vren diçka ma ndryshe të shqiptarët në përgjithësi, sa i përket vetëdijësimit? Unë jam i befasum, unë nuk e kesh besu se Zoti ka më fut mua në këtë lojë, unë nuk kam pa kvalifikime, a kupto, as aftësi me kje unë lojtar në këtë lojë. E unë jam shumë i lumtur, kur jam kja thmi, kom dëshirua, jam tifozi Juventus, me luaj për Juventus. Kjo lojë e ngarë në cilën më ka fut vetë Jezu Krishti, pa kvalifikime, nuk kom ba shkollë Shqipën jetën teme, nuk kom studiua gjuhën Shqipën, nuk i kom ba... Vetë Jezu Krishti më ka ashtin lojë. Ani mrekulli vlla, ditë për ditë, marë mesazhe nga ish muslimant, që me thonë, mos su nalo, edhe vetë muslimant të më thonë, vazhdon. Në fakt, sot më ka tha jari, ti, s'po dua mu mburë, vetëm me medhë mirë që tha, ti, jetu më ba dritë e legjend në Kosovë, në Dardani, po ku ka ma knaqësi për një malsor, se me muj me shpal lajmin e gzushëm në Dardani, se na malsia jem shumë të lidhun me vllazni tonë në Dardani. Vlla, ani mrekulli që beso që ka herë me ti habitun, dëshmi që mi shkruj njerëzit, që një person pe Macedonijet të më shkroj, tha, ti e frymzimi, tha, që jem pagzua unë e burri e krejt familja ime. Ashtë të minol një gjanë shumë e male, për ata janë qua, tash këta, më nasul mua, se s'din që ka me banë, se xhamijat për festa po plotsohen, po hakun e xhamis pak njerëz me pagojnë ma, janë ty me pas e janë ty me hup besimtar. Si mundet një program live, njerëzit ka nej 8 orë, më kanë tha ty digjuaj, 15 vetë me tha nuk jam ma musliman, por në senzus, ata njëherë si musliman, kjo kja pyetje jeme për ta. U tha që po nesër me kja senzusi prapë në Kosovë, a futeshti në senzus në letra si musliman, apo jo? Pa thanë, si që na vejnë familje, që vlajëm të me pa mrekulli me sytë e mi. E ta shte, më pyet diçka ma shumë për ty, për jetën tonë, ta shte kështu. Apo ki kohë për
veti edhe për familjen tonë, sepse unë e di që je shumë aktiv. Edhe nuk është që dikush po të shtyn me qenë aktiv, po është që thot populli jonë i dashtën, thot gjaku nuk po të lënë rahat. Apo ki kohë për veti edhe për familjen tonë? Për familjen munohen me da kohë, për veti beso shumë pak vlla. Rrinë nështë fjej disa orë natën, e qohëm natën, qohëm me veprua, e me punua, e me pregadit video, se mua më duhet me punua për ditë. Do me tha, natën gjumin teme ljaj ka herë në të vërtet jam pa gjumë, por a diçka do me tha me pa mundësin, kur Biblia thot, nëse një njeri shpetoni, shumë kate do t'ju falen, një njeri, e jo, një gjanë që kam vjen keq për jetën për mua është, se nuk mune me ju lom përgjegje aq njerëzve që më shkrujnë. Më shkrujnë njerëzit me qindra në ditë. Vlla, ma qoj numrin e telefonit thirëm, kom nevoj me fol me ty, kom nevoj me lom përgjegje, ju thomë më palni nuk kam mundësi, se vetin e ljaj keq, familjen s'muni me ljon keq. Merrem me familje shumë, i qojën sport, rrim me ta, lutëm me ta, do me tha ka herë, ele ata bujne, do me tha, për shembull gruaja, e di se kur vjen koha nëse e kom një kohë të lirë, unë kom e nda me popullin tem, por Zoti i beko të gjitha këto vlla. Zoti na beko aqe ma shumë kur jemi të me punua në vneshtin e ti. E di që je të pagu kosta, se dhe kjo është një pjesë e kostët që nuk shihet, nuk e shohin ata që dëgjojnë ditë dhe natë. Po flasë edhe unë e pri përvoje se edhe shiko populli jonë ka lanë shumë fjalë të mira. E thot, për më bo diçka mirë, do të me lanë diçka keq. Mirë po, është mirë që ti kushtoj më rëndësi edhe anej edhe kënej, po unë i thëmë shpesher familjes tem. Si kur mos të angazhohem për venin tem, për kombin tem, atëre nuk na vynë as familjet tona, sepse kundështart, në këtë rast kundështart janë armisht të mrenshëm, ata menzi nuk po presin neve më na e marë adheun tonë, mos mi ardha adheun tonë era Shqip. Atër që na vynë shpia të vlo atje, që na vynë familjet atje. Ku të shkojmë ne? Prandaj, këtu në kitë mes ka ndërhy vet i madhe i Zot ka ndërhy. Edhe i madhe i Zot është i zgju shqiptarët për i gjumit, që hej, zgjano e mos harani kush jeni. Zgjano e mos harani kush ju ka krijuar. E kom dashur edhe disa pyetje vlla më t'i bëj tash ti. Që mos t'i lodhim edhe shikust. Në raste emergjente. Si që din edhe ti, e si që din edhe gjithë, ky rikthimi që ka fillu tani, nuk ka fillu thjesht vetëm me neve, po na jemi pasus të atyne që e kam fillu shumë herët para neve. Mirë po, tani duket si një shkendi e re kjo. Do të thot jemi një far kohë emergjente, që unë e quj, sepse jemi në një far luftë të heshtur. Unë luftën nuk e du, as ti nuk e dën, as në shqiptarë nuk e dën. Po jënë të na sjell në një gjendje ku ne po e kërkojmë si prej qefit edhe prej zorit mëshirën e Zotit. Dhe më thonë, jemi në një kohë emergjente. Në raste emergjente, malësar në qoftë se i përshgvit tona shqiptare nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm që ti përgjigjen secilës kërkesë për paksim. Do të thonë, atëherë çfarë bëjmë ne? Sepse unë edhe ti na presim që pagzimet kanë mushtu. E kanë mushtu aq shumë sa që unë e ndjej që do të ketë radhët gjata të kisha tona shqiptare. Atëherë nëse s'ka kapacitet mjaftueshëm kisha katolike, ç'a të bëjmë vlla? Si të veprojmë? E ke sjell vlla një pyetje shumë të thellë, e unë të vërtet dëshiroj kur na përgjegje, kur e mba dikush pyetje, mos me fol nga mendja eme,
Po mbe fol nga mësimi i Jezu Krishtit nga Biblia, edhe mësimi i kishës, që atër ne zbërthen këtë mësim të Jezu Krishtit. E vetëmja herë, ma jemet vlakta, e lëju dëgjues, e vetëmja herë që Jezusi ka ban një kërkes, pe apostujve ti është pikrisht kjo. Te Mateu, kapitulli 9, vargu 37. Atër u tha zancëve të vetë, te korat janë të mla, kurse punëtor ka pak. Lutni pra zotërisë e korave, te dërgoj kortar në korat e veta. Ka koha veçanarisht në dardani me korë, po me korën letë more vlla. On shtir me mjell, e me punu tokën, e me ban gjanat kur nuk e she. Veprën e durve tua. Ai bujku që fillon punën, kur ja fillon dimën, me mi tokën, e me pregadit, e me thuj akullin, e me mjell farën, e mos me pa fryt. Me korën është me letja punë, por prap na nuk jem të dëgjushëm, me korën shumë e letë. Jezusi thot, korrat janë të gatshme, nuk ka kortar. Kjo, anke janë kohën e Jezusit, kjo është sot. Në vendet tona, vërtet nevojitet që çdo shqiptar të lutet zotërisë të korrave, që të çoj kortar në vendin e vet, në Dardani, në Ilirid, në krejt Shqipëri, në diaspor. Tash, kjo pyetja jote, çka me bana? Vërtet vlla, jam takua me raste që është shumë delikate. Për shembull, një ish musliman do në mu pakzua. Por, është për shembull, po marrëm shembull jeton ndikun në Kroacia, po dikun. Dëshiron me pakzua shqiptari. Është gjatë delikate. Nuk dua thot më pakzu slavi. E lëson katolik. E dua shqiptarin. Veçanarisht dardant. Jam gjinj thot me slav. Kem rastin e Maqedonisë, për shembull. Në Maqedoni nuk kem misionar, nuk kem kapeljan. Shqiptar. Ata dëshirojnë me gjithë shpirt pakzimin. Por thot nuk shkojmë më pakzu, thot një slav. Se ne kanë paprunu slavë të derë këtu. Çka mujme mna me batash? Pe nap një mësim kishet. Mësimi i kishtë në këtu. Personi që bon pakzimin ordinar, kjo janë fjallja ordinar, kur gjithë shka me regula. Nuk ka norma që janë çrregullta. Është u peshkvi, prifti, djakoni. Edhe mundet mjellon një kapeljanit leje. Por, vllazën e motra shqiptar, si që përmente këtë personin pe i struget, që janë shtu bëha operaci, që janë të me hinë në momentin e vdekjes. Kjo mësimi i kishës, gjdo prift, apo gjdo i krishterë, që të më kundërshtoj mua, janë ap me fakte nga katekizmi i kishës. Dëgjoni vllazën, në rast të emergjencë, gjdo besimtar katolik mundet me pakzua në njeri. E jo vetëm me besimtar katolik, me ra vlla yt në një aksident, mundet edhe një jo katolik me pakzua nëse dëshiron me bëhet vërtet çka dëshiron kisha. Vlla yt ka ra në aksident, thot, se dëgjova blerimin, jam të lloj shpirt. Nuk du me shkua në xhehenem, du me shkua te Jezu Krishti. E a personi aty që janë të me lanimen, e ky thot vlla, dëshiroj pakzimin. Çka mundet me bëhet çdo njeri në këtë rast? Mundet me marr ujë të pastër, o mirë me maj ujë me veti, ujë të pastër, jo Coca-Cola, jo ujë të tharpt, ujë të pastër, edhe me pakzuan formulën e pakzimit si që ka mësua Jezu Krishti. Si bëhet kjo? Merë ujën, pik sparit ja thua personit emnin. Po marrim shembull, si të ka emnin vllau? Besfalt. Besfalt. I thua, Besfalt. Besfort. Nuk Besfort. I thua, Besfort. Se tash ti e zavenson je të me vepruan në emrin e Krishtit. I thua, jo ne, se tash ti e përfaqëson Krishtin e pun. Te pakzoj në mëntatit i hjellujen krye. Birit e shpirtit shenjt. Këto janë rasta emergjence. Tash, prap po kthejmë të ajpe i struget.
kush e di ku jeton ai. Apo ka njerëz që janë të burgosun vlla, janë në burgje. Dëshiron pagzimin. Nuk ka kapelian katolik apo nuk ka kapelian shqiptar. Nuk don me bën slavi këtë punë, nuk do me marr. Çka muj me bën unë ti? Unë ti muj me bën një gjë, me kjetë dëgjueshëm ndaj kishës. Dhe ti mundesh me vet Monsignor Dodëm, nëse dikush në pej Kosovet. Apo kush ka pushtet në atë vend ku personi dëshiron mu pagzua. Mundesh me tha, Monsignor, apo qoni prift të shpetoj këtë shpirt. Nëse ai thot, s'kam prifta, se kom mundësin, janë tjetër. Çka me bon? Koha kalon vlla, nuk pritet. O rast emergjencet, belja ka jetën në rrezik. Prap po thom, rast emergjencet, jetën në rrezik. Atëherna nëse s'do kush, unë mundem atëherna me i tha, u peshkvi sem, zotëri, nëse e shë, se nuk ka akortar, apo më qo mua të kori, pe e ban ju me lajën tande. Se në kish, a një gjanë shumë interesant, djalli ka rap me mos dëgjes. Për ata ka ra djalli. Na nuk guzojmë në veprua me mos dëgjes, se atë na kemi në kurthin e djallit, e bajme me krenarin tonë, edhe nuk na ecë misioni. Por kur e pys, e ma jep lajën, edhe unë mundem me shkua në Kroaci, Serbi, Macedoni, e me pagzua një shqiptar që janë burg, me lejën e u peshkvit, nëse ky nuk dëshiron në një burgën Serbi, një patriot Dardan, që ka hin burg, se ka da me vepru për kombin e vet, a i thot nuk e dua një katolik pe i Vojvodinet, që janë slav më pagzua, e kema tërna këtë shans me dvetu peshkvin me tha diçka, po na kohën të me gjithka si rast emergjencet, nëse u peshkvit vërtet e sheson rast emergjencet, atërna gjdo besimtar mundet me pagzua tjetin besimtar, po prap po thom, mos të keq kuptoj kush ka po thom, është në rast emergjencet, sepse Zoti i do të bite e vet. Si me tha, mënyra ordinare e jashtë ordinare. E Zoti do të bite e vet që kura koha me shpetu shpirtin, aja të na nuk qyrë se kush pe e ban po thot, o atë, qokortar në arat e veta. E këdha një përgjigje shumë të mirë dhe të spikatën që na shërben edhe neve të ashetutje. Na jemi në gjendje emergjente, edhe po thëm në qoftë se dhe me thonë Kisha Katolike nuk ka kapacitet mjaftueshëm, atëherë ne sigurisht do të jemi të dëgjueshëm, sepse nuk e kemi nërmen më pikë prej qiellit si djalli. Ne do të jemi të dëgjueshëm, edhe jemi të dëgjueshëm, edhe jemi të respektueshëm edhe respektojmë. Jemi një trup i përbashkët edhe veprojmë bashkarisht konform rregullave, Biblës edhe vetë Jezu Krishtit. Edhe traditave tona shqiptare. Amen, mundi me ta tha një gjë. Nuk jam shumë njeri i përvojt, nuk jam shumë njeri i dëgjueshëm. Por, qysh në momentit që jam kthye Jezu Krishtit, tash, kam pa përplasje me meshtar, se i dua, jo se si dua. Prandaj bën. Edhe me meshtarin tem. Prandaj bën përplasje. I bën përplasje. U futëm në debat shumë lehtë. I thëm zotri, çka e theja ata, më duket se ajo shko kundra një vargu të në Bibël ja diçka. Por këto janë bisedime vllaznore. Por mundi me ta thani gjë vlla. Ne çohet çdo meshtar ne tha. Në çështje fesë, gjithmonë jam kënj dëgjueshëm. Nëse meshtarim ka tha zban. A kupto? Do me tha këtu, nëse s'jem dëgjueshëm, jem të meran kurthin e djallit. Por unë jam i lirë, se meshtari, ajo shëptori jem. Papa, ka pa tha, unë jam shëptori i shëptorve Zotit. Papa, menoj Gregori i Mall. Nuk ka tha, unë jam bosi. Unë jam shëptori i shëptorve Zotit. Në krishtianizëm gjithçka, osi me tha, mrapsht që me kja sparit. Çka thot Jezu Krishti? Ai që do me kja i madh, do të me kja i vogël, e me kja shqiptori të gjithve.
Prifti nuk ka bo si jonë. Fatkeqësisht po ta thom një gjë vlla, merr ma për të keqja apo jo. Në Kosovë, o kje pak krenaria me mallën prifta se në troje tjera shqiptare. Se shumë e kanë pa marrë atë punë që unë jam. Po ti e shqiptori jem. A merr vesh? Në familje tënde, kush është shqiptori? Ti apo fëmia tu? Je ti more vlla. Se ti puno ditë e natë me shërbyer fëmin tu. Eksakt. Ai fëmia tu janë bosat. Kështu alle në kish, papa duhet me kja shqiptori i të gjithve. Prifti janë shqiptori jam. Atërna, unë mundëm me ba bjesed me një prift. Se priftat janë thirrur në shejtni. Po jo çdo prift është shejt. Ka njerëz që jollën, ka njerëz që vërtet e ka nuk lutet sa që mjafton. E ka marrë atë rrugë që thot zdi që ka me ba, si me tha molisën e ljollën e, por unë jam aj që ju thon priftit. Po ti ç'ke? Pa di se ke shpirtin shajtën ty. Pa di se ti shuguron hostën e shajtë, ti shuguron na jep korpin e gjakun e Krishtit në përduart e tua. Atë në nuk jam ty gjykua. Unë jam ty mulla frym me ngrit, si në lojtarët e topit, a ke pa? Ata njëri tjetrin e shtyjnë para lojet. A kupto? Ja futi njëri tjetrin boksën në gjoks, që me tha jem gati për loj. E kanë nevoj priftat për ne, e kam nevoj për ta. Vërtet kanë nevoj edhe për ne. Që na me ju tha, çka je ty ba? Ngritu more Jezus janë rinjall. Po kem nevoj edhe ata, na tha ne. Çka je ty me ba ti si besimtar? Ngritu edhe ti. Unë mendoj, të është nëse më pyti mu, unë mendoj që priftat shqiptarë në përgjithësi ju mundu me dhonë maksimumin e tyne. Jo vetëm në hapësira tjera, po edhe në Kosovë. Tashti unë mendoj se ka qenë koha e tillë ku e kanë di edhe vetën të shtypën prej sistemeve totalitare që e kanë përkra në vazhdimsi, mendoj sistemeve pushtuse, mbi toka shqiptare, të cilët kanë qenë krah për krah të jes me islamin. Me islamin të ashtë të qymë në ndash islam tradicional, ndash islam politik, për mu ekziston vetëm në islam. Edhe priftat tonë janë ditë shtypën në vazhdimsi. Normalisht që vllai i dashtëm është detyre se cilit prift më shku në përfshatra të qytetet, jo vetëm të Kosovës, po të gjitha hapësirave shqiptare, me shpërnda ungjillit. Sepse Zoti ju thot të më thonë apostëve të vetë, shkoni dhe shpërndajeni lajmin e mirë, ungjillin. Unë tashti këtu më dhët me boni kritik të vogël, jo për priftat, po më përgjithësi për sistemin që është kriju. Malsar, në fshatrat tona nuk ka ardhë kur një prift më tërkit në derën teme, të familjes teme edhe më thonë, ja urna, ja ku e ke Biblen, lexoje, pastaj vepra si duash ti. Ndërsa hoxhallarët kanë ardhur ditë për ditë. Ditë për ditë kanë ardhur ata. Derisa na kanë ardhur këtu. Edhe s'doj më mjau pas soratin. Kështu si ata prap kanë shkuar kundra vetit. Po pra. Edhe une me këtë rast të shfrytëzoj rastin edhe i lus gjithë priftat shqiptarë. Nuk po du mi ju përzim punën e tyne, zotëruna, mirë e tha ti që ata kanë nevoj për neve, ne kemi nevoj për ta. Unë vetëm thjesht i lus. Let dali në për fshatrat e Kosovës, në për qytetet e Kosovës, në për qytetet e Shqipnisë, fshatrat e Shqipnisë, të Maqedonisë, të Malësisë, kudo ku ka shqiptarë, sepse shqiptarët janë gati. Ata nëse nuk lajmërohen me njëherë, ata janë gati. Në çdo familje flitet sot për pagëzime. Çdo familje është të përgatit emocionalisht, psikikisht, fizikisht, për me shku me bo aktin e pagëzimit. Edhe sigurisht që do ta ninin vetëm mirë, po t'ju trokite një ditë një meshtar shqiptar të dera. Ne jemi këto për juve. Amen. Apo jo? Amen. Sa fort kjo vëlla.
Unë e kom di Dua me këtë munges, unë e kom di, me falë që po të ndërprej, këtë munges unë e kom di në të kalumen. Mu nuk ma ka spigu askush të dera e shtëpisë teme se kush është Jezu Krishti. Jezu Krishtin e kom gjetë, qysh e gjonë sot çdo shqiptar të rrojtë të parë vetveta. Mirë po, dikush ka nevojë me ju tregu se kush është Krishti, e kush është Bibla, e kush është tradita e vjetër shqiptare katolike. Mu më pëlqen shumë ajo kur e ke thonë me një rast kështu më duket live kur ke qenë, duhet thumë ja u tregu shqiptarve se çka ka mena në Kur'an, sepse disa mendojnë se ajo është baklave hahet. Urno vlla. Vërtet. Prap dua me tha vlla. Edhe nëse dështoj unë, e dështo ti, e dështojnë ton katolikët, e të gjithë priftet, Zoti nuk dështon. Dua me spjegu një gjë, nuk di e din apo jo, por pe folji për dëgjuesit. Na në kish, sipas mësimit kishës, sipas katekizmit, na kem 3 lloj pagzimesh. A ke dëgjuar ndonjëherë për 3 lloj pagzimesh? Kem pagzimin ordinar, siç e folja, që pagzohet njerëzit në emën të Atit, Birit e të Shpirtit Shenjtë. Kem pagzimin tjetër, kjo jashtë ordinaret, që thirret pagzimi me gjak. Prap po marr shembull vllain tënd. Vllau yt i vjen në xhihadist, e do me të vra ty, e vllau yt o me ty, edhe thot, Blerim mohoj Jezu Krishtin. E ti se mohoj Jezu Krishtin, thot vdese se mohoj Jezu Krishtin. E të vret ty, e kthehet te vllau yt, e i thot, a je ti krishter? Ky thot, jo. Që me vërtetua se vllau yt nuk është krishter, thot mohoj Jezu Krishtin. Ky thot se mohoj. E menoj se alle vllau yt i krishter se ti ta vret vllain. Sipas mësimit kishës, kjo quhet pagzim me gjak. Se ka allon jetën për Jezu Krishtin i papajshëm. Sa mirë ki spigu më malcar. Vlla, këto janë mësimet e kishë që mua shumë njerëz më thonë në fakt, po ti merru pak me krishterizëm se e lënë islamin, por në kohë atash herë që na duhet me punuar këtë vnesht. E treta gjë, pagzimi tjetër thirret pagzimi i dëshirës. Kjo tashon çka unë e ti takojmë shumë. Po marr shembull, një femën në Tiranë nuk gjedi ka me pagzu. Nuk e ka mundësin me shkua një vjetën klasa. E ka përjetua Jezu Krishtin, ja ka Allah Zoti Hirin. Takon ty, ti i thua hajde në Prishtinë. Pagzojme në Prishtinë. Ajo në vjen Prishtina, ty thonë pëse kem pregadit kush o kjo zdim s'pagzohet. Ty mu këthy ajo në Tiranë, nështë pak e le ljollun e le shgënjume, bjen aksident e vdek. Kjo në sytë e Zotit, prapë se Zotit do thmin e vetë, ajo quhet e pagzume me dëshirë. Se ka pahin procesion, nuk ka një njeri kjo, nuk ka mësimi që po kam dëshirë Zotin, po s'po angazhohem. Këta janë ty angazhu, po nuk ka mundësiale. E le vdesin në këtë rast. Ata quhen pagzuar me dëshirë, Zoti pranon te vetja, se thot Zoti lexon zemrat. A kupton? Nuk ka Zotin biznis të gjë tjetër. Do me tha, qëllimi i kishës, misioni i kishës është shka? Shpëtimi i shpirtrave. Që do me tha, dua të gjithë vllazët e motrat, të din këtë gjë, që nëse nuk ka pagzuar dikush sot, mos u shgënje, se ti e dëshiron, Zoti s'ka me t'ljan keq. Nuk ka kjo punë që me tha, nëse se bona sot vdeka e u çfarosa. Zoti lexon zemrën tënde, lexon shpirtin tënd. Por kem nevojë edhe na, ka nevojë edhe kisha, në këto raste kem nevojë me shikua normën, por me këshir shikua dhe dëshirën. Ti e dina i vllau si na dëshmova dita ish muslimani. Tha i kanë thakur, ka shkua pej diasporet në Shqipni. Ka tha dua mu pagzua. I kanë tha merr natë kohë pregaditje. Se të vërtet vlla, kjo është e mirë çka bën kisha. Po patjetër.
Kjo nuk ka një gjë keqe. Na nuk u thome me njerëzve, folni një shahadet me tha, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah u bane musliman. Nuk thome na, thuaj, Jezus janë Zot, tash je krishterë ke krytet të na punë. No, na nuk jemi në biznis me mashtru kan. Na u thome njerëzve, unë i pregadis njerëzit, si mjetë kem pregadit, unë e një vla jam me priftin, që ka nej me ne, 43 kandidat, që kanë marrë sakramentet vigjiljen e pashkve, të kisha jonë. Na i kem pregadit për natë muaj, e ka fundi ju kem tha, tash të gjitha ju kem tregua. A e pranoni apo jo? A mervesh, që nëse dikush të thot, pregaditu për si tha i vlau, kur ka fillu me shku në pregaditje, kanë tha ato mortra, ato murgesha që e kanë pradua, po ti fol ke ma shumë për Krishtin e ti di ke ma shumë se na, se vetë Zoti mas 8 muaj koma i ka fol shpirtis ti, mas një jave të kanë pakzua. Që do me tha, kjo duhet mu ban me shqyrtim e me lutje. Nuk ka gjdo rasti njajti. Nuk ka një njeri pej Kaçanikut, që e ka familjen radikale, që me ditë se pakzohet, se e shfarosin, e vrasin, si pas pësimi muslim Muhamedit, që aj që i mohon islamin, e thot e Buhariu, vritnje, aj e beve jetën rëzik, aj pej Kaçanikut mardën Prishtin, apo në Lapushnik, mu pakzua, aj e ka bani hap feje aqt male. Nuk munesh me i thati atina, hajde për natë muaj e tregoj familje se duhet ljenja familjes. Jo, se aj e ven jetën rëzik. Kjo do me thati qka tjetër vla, që këto janë e shemuj që priftaton me priftaton u peshkvi jon, i din këto gjana, por duhet edhe me ju shtrua pak edhe priftat, që me ju tha dëgjo, lutni, mos i shikoni gjdo shemull me të njëjtin sy. Shikoni gjdo shemull me shpirtin shenjt e si u drejton shpirti shenjt. Sa mirë që e ke nis këtë temë, se bashkë është temë interesante që dhe unë kisha pas të dëshirë me ju tregu atyne që na dëgjojnë disa gjona që nashta nuk janë të qarta. Për shembull, sa i përket katekizmi ose para përgatitja për besimin që ti e përqafon. Për shqiptarët është alo ma let para përgatitja sepse tradita jote, si që thash ma herët, është vetë katolike ose e krishterë. Tashti, është shumë e mirë kjo mundësi që na jepet neve edhe vetë rregullat e kishës katolike. Dhe më thonë, e kanë bo këtë punë shumë bukur e shumë mirë, sepse vlla, neve në islam nuk na ka pyet kërkush a dën ti me qenë musliman apo nuk dën. E kupton, neve nuk na ka pyet kush fare, ne kemi lind tillë dhe derisa jemi bo më ditë diçka na e kemi njoh veten si tillë. Bile mos mohi ma ekstrem, kur kom qenë fare thmi, unë se kom ditë as çka është katolicizmi, e ki parasysh. Ka pas një periudhë kohore kur kom qenë në fmi, se kom ditë as që ka katolik shqiptare, e ki parasysh ajo. Kanë bot dome të jashtëzakonshme. Kështu që mund vjen mirë që kisha katolike, krishterizmi, katolicizmi i përgadit njerëzit për pakzim. Edhe këtu më duhet me thonë edhe një gjallë se çdo meshtar shqiptar tashti sidomos në fazën e rikthimit, sepse dikush po thotë që ka pakzime të shpejta. Ju duket aty në që janë pakzime të shpejta, sepse neve na duken që janë të vanume. Pakzimet janë të ndodhë mirë, po përgatitja ekziston. Unë jam vetë dëshmitar që asë një shqiptar nuk shkon pa u përgatit paraprakisht për pakzimin e tij. Tashti, nëse del dikush që e ka kry pakzimin pas pakzimit, e flet diçka, nuk manë përgjësi këtu kisha katolike se qa deklaran ai. Ai manë përgjësi për fjallën e vetë. Ku di mër vllai dashur ndoshta ka ndodhur disa raste, ka ndodhur që edhe vetë Bashkësia Islame ka dërgu shpion, o mundu më dërgu shpion, të mendu se aty me të vërtet po bohen gjana që shirmënu neve më na paraqit në opinion. Mirë po, për me thonë shkurt të Shqip, jënë do të lagun, se nuk kanë gjetë as gjatë që ja mush ato imaginatat e tyne të shmenduna.
shqiptarët janë tu pagzu me program, me vullnetin e tyre të lirë, i respektojnë rregullat e kishës, janë krenar me rajtet parëve tyre, edhe shumë mirë. That's it. Vlla, ma ka fol një vlla në dëshmi, që tha fut bashkësia islame. Ky njeri ka dëshmua vet. E fut bashkësia islame, një radikal, e lo thot futu në këtë lëvizje. Krishterëve e shiko çka janë ty ban. E ky futet me veshgu si spiun me ban përçarje. Mas disa muajsh e thirr një shok tem të gushtin, s'pe përmes me emën, e njellë ti. E lej thot vlla, ka pashti bashkësia islame, që me veshgua, me fut përçarje, me ban tana këto. Por unë nuk gjeta një të keqen ju. Betëm gjeta patriotizëm, dashni për fe e për atle. A mundesh ti më ban nuni jem? E thirr vllan tem nga Amerika. Ky vlla u shkon me ju ban nun e pagzohet ky burri. Që prap vlla, thot në Bibël një gjan, çka ju thot e menduat për të keqen, Zoti e kthehet të mirën. Çka bashkësia islame ka menua me ba me të keqe me këtë personin, Zoti e ka kthyer për të mirën. A kupto? Që na duhet me kemë vigjilent. Shën Pjetri thot në Bibël, djalli, si Luani, shiko se ka do me çkyë. Që normal, që mundet me shti një njeri, që pagzohet e pas pagzimit me tha, unë jam edhe musliman nuk dita çka bana. Që me tha troje tjera qyren, laposhnik, për shembull, po i pagzoj njerëzit pa pregaditje, s'din çka me ban, nëse bojnë këta. Jo vllazën, mos bini këtë kurth. Ju lutëm, na jem ni. Kisha në Shqipni, kisha në Kosovë, kisha në Malzie, gjithku ku a kisha univerzale, a kisha jonë, a nana jonë, nuk ka këtu darsi, po, nuk ka këtu gjelozina, a pse po pagzonë në Kosovë, po nuk pagzonë në Shqipni. Unë e di pse noshta po nollin ma shumë në Kosovë, se unë pe thom haptas, çka besoj unë, se në Kosovë, në Dardani, so keq me tha Kosovë, në Dardani, kem shumë patriota. E patrioti shqiptar nuk mundet me pa rastin si sot që e patëm, që e kem ban video, rastin ku patrioti tjetër shqiptar, që ka jetua si shqiptar, ka veprua si shqiptar, ka këndua si shqiptar, qohet në varë me flamur arab. E për ata ndoshta, on pak ma shumë në Dardani që po nollin pagzime e kthime. Por, nëse kthehet, Jezusi thot, qielli gëzohet nëse një njeri kthehet atina. Po si mos mu gëzua nëse u pagzohet dikush në Dardani. Prifti pe i Shqipnijet, a di çka duhet më tha vllazërve vet. U peshkvi i Shqipërisë për shembull, po marrim shembull. Duhet me i tha, u peshkvis Kosovës, a ke nevojë nim? Këta prifta që i kom, po ti çoj 2 javë, ecnin mision. Kjo kisha vlla, por vërtet kem nevoj shpirtin e Krishtit e ringjallur me ba këtë vepër, që me i tha me shtari tjetër, a ke nevoj për me shtar, a ke nevoj për pështetje, a ke nevoj për ndim, se jem këtu, se prap si që thaq, që ka thot, te korrat janë të mla, kurse punëtorët janë pak, ka ardhë koha me korë mërë vla, unë kam jetu në fshat, kur ka ardhë koha që kem pre barin, i kem thate na me kosit, e anë kja të arshiu, tanë lagja në ka kësue nim, me shpetu asanën, apo rushin, e ke pa rushin me vjell, e anë të më arshia po breshën, e kam të qitë tanë për toket, tanë lagja ka tha ti nimojme, e jo në vneshtin e Zotit mos me nimua priftit, me maj priftit gjelozi kudra priftit, atër na kush jeti, nuk, atër na lene punën, nuk je ma në ndikimin e shpirtit shajt. Kua gjelozia, kua smira, mes krishterve, mes priftave, nuk ka ma shpirti shajt aty. Si thire shpirti shajt? Shpirti i vërtetes, shpirti i dashnis. Nëse 2 prifta nuk mujmë me jetua si vllazën, në dashnin e shpirtit shajt, të shtym nga shpirti shajt, si unë e ti që nuk njihna,
kur e ke një hall ti më thirr mua, kur e kam një hall të thiri ty, e vlla ne më njoftuaj e kështu. Po si nuk mujnë e dy vllazën, që të vërtet, korat janë të gatuna, ti ju lutem gjithë shqiptar, lutni Zotit me çua punëtor në korat e veta, se bendi jon është i gati mu kor e mu pagzua mu kthyet Jezu Krishti. Amen, më ke emocionu jashtëzakonisht shumë me këto që e tha s'fundit. Unë të përgëzoj që të ka hi menja mas pare mi thonë këto fjalë, se këto janë ashtë të mira, ashtë me vene, ashtë të mdoja, sa që uraj që shkojnë të vesh që të dëgjojnë, uraj që shkojnë të sytë që shojnë, uraj që i prejkë dhe shpirta dhe atyne që i përmen. Vlla, unë jam shumë i kënaqur me priftat shqiptar kudo që janë, edhe i du, i respektoj, edhe jam shumë i gëzum jam që egzistojnë edhe mas pari, se sikur mos të egzistojshin ata, nuk e di se a kishim pas ne këtë vullnet sa ta shpërndajmë fjallën e Zotit. Mirë po, duhet më shumë angazhim, më shumë me i dhonë, sepse jemi në një fazë shumë kritike ku na cënohet mu zhduk, dhe më thonë, identiteti jonë kombëtar. E mos të flasim për katolicizmin hapësira shqiptare, i cili është i sulmum që 500 vjetë më radhë. E pse bashkë në Kosovë duket sikur ka fillu kjo dasëm e madhe malcërë, po ta tregojnë një detaj vëlla jam. Sepse në Kosovë janë investu miliarda e miliarda prej shteteve arabe edhe prej Serbisë në ndërtimin e xhamijave. Nuk e thom unë këta e thojnë në raportet e sigurisë të shtetit Kosovës që kanë dalë në opinionin publik. Unë bazona në dokumenta, nuk bazohem në fjalë. Ne, unë e ti, edhe gjithë ne që jemi zgju në kamra dhe jemi vetëdisu, ne ju kemi dalë për para investimeve miliardëshe. Populli shqiptar i shef këto gjana. Malsar nuk është normal që në një fshat ku ekzistojnë 20 shtëpi të ekzistojnë 2 xhamia. Për qa bëhat aja? Njona është atje në kryt fshatit, tjetra është në rrugë kryesore. E dinti se shtot një ndër raportet që kanë dalë në opinionin publik para disa muajsh, thot marrani thot xhamiat afër rrugëve kryesore, afër shesheve, afër shkollave, mundësisht edhe afër rrugëve magjistrale të mëdha, që t'ja dhajmë një pamje Kosovës si Kandahari. Ky është raport zyrtar o vëlla jam që ka dalë në opinionin publik. Nuk jam të e thonë në këta. S'ka nevoj me ja këshyr vërtetësinë këtij dokumentit, vetëm do të më dalë nëpër Kosovë me këshyr Kosovën se çai kanë bë. Nuk është normal. Në Vitomerisë 5 u maru xhamia mi varrezat shqiptarëve katolik. Në fshatra për rreth Istogut aty, varrezat e shqiptarëve katolik quhen varrezat shkive. Dhe unë kam mendu që janë varrezat shkive deri vën. Ki parasysh tani unë pys është pyetje legjitime, ku janë varrezat e të parëve të mi? Kush na i zhduku ato varreza? Pse unë nuk e di që të parët e mi kanë varreza dhe ku janë ato varreza? Nikën që e kom përmen e kom bot famshëm, Nika jem, i pari i familjes tem, në fshatin tem, nuk ka varr. Është gjendja alarmante, prandaj shqiptarët e Kosovës janë zgjuar në kom, janë vetëdisu, sepse aty është investu brutalisht. Mos flasim pastaj se çka ka ndodhur në Ilirid. Aty është gjendja hala dhe më e keqe. Ata shqiptarë në Ilirid janë për mi qaj ditë dhe natë. E kanë gjendjen ekstremisht keqe kanë. Kanë fillu një pjesë e madhe mos ta ndihmo veten që janë shqiptarë. Mos flasim për atë pjesë që
si të zgjohen me mëngjes, mendja që ju shkon mas pari është se si ta shohin Gjergj Kastriotin. A ka ma turp si me shoh gjakun e vet shqiptari, për m'ja maru qefin një hoxhe që e ka nu kapuqin e turgut. Edhe vjen këtu më të shit ty pralla në hapësira shqiptare. E ronë vao jam. Amen. Uraj edhe shpresoj që zgjohen kjo- edhe sa ma shumë shqiptar për i gjumit, edhe uraj e shpresoj që të ketë sa ma shumë pakzime. Kjo vlla që ka po thua ti nuk ka vetëm në Kosovë, se djalli kur vepron, ai vepron gati të njëjtën mënyrë, ai nuk ka original. Djalli ka foto negativa e Zotit. Ai munohet me kopju Zotin, por me kthyen të keqen. A kupto? Çka të ndodh në Kosovë, unë e kam bën një intervistë me një burr thjesht që s'kom ditë kushon pe malësie son, Gjon Berishaj, ti e nje, ndoshta ke pa E programin. përshëndesim çon bjon. Unë jam nga natyra pak si skeptik. Ai kur tha se shteti i Malezi, meno, ti folje për Kosovën, po folje për Malin e Zi. Se shteti i Malezi ka nda 4 apo 5 milion euro për medresën në Malsi, në Miljesh. Unë me njëheri kom pyet ku i keti këto fakte vëlla. Se jam skeptika nga tyra, unë s'dua me folë diçka që nuk jam i bindu në ta. Kom t'i qua, tha vëlla, u faktet. Kur mi ka qua, ishin gazetat e Malezi, dhe gjo vëlla. Gazeta e Malezi, thote. 800.000 euro, thote, në vjetë. Nepet medres, që janë Malsi, në Miljesh, aty kon deqi që janë këtu, Miljesh janë këtu në fush, deqi që janë ngrit flamuri shqiptar, dhe gjëllulli, me 6 prill 1911, medresa atash këtu. A dikuj tjetër i jep të shteti i Malezi, të njëjtën moned, të njëjtën pare, janë jep të shkollës serbe, nacionaliste, Sveti Sava. Sveti Sava e medresa Mehmet Vetihu. I kishin program me marë, për disa vjetë që kalojnë, 5 milion euro. A disa nep shteti Malezi për programe Shqipë, shkollën Shqipër Malezi? 0. Vlla, meno ti tash, që nuk e një Malsin, aq shumë. A tishe me paramenuti, se në ton Maltezi, nuk ekziston një medres, përveç në aty në Malsi. Nuk ekziston në qytete që janë sot 100% që deklarojnë musliman. Asë në Rozhaje, asë në Pljav, asë kurkun, medresën e kanë në Malsi, aty ku a derl gjaku, kudra turkut, sot e kanë flamurin turk, e sot e emnojnë atë medresa Mehmet Fatihu. Nuk e ka hap gojen kush, kanë fol njerëzit të rëshevetit malsorët. Kur kom dalju i pari, e kom dal me deklarat me tha, qka bon? Gjergj Kastrioti, statuja Gjergj Kastriotit, truporja Gjergj Kastriotit, në qendrën e Tuzit, e 2 kilometra, as 2 kilometra ma poshtë, me kja medresa e Mehmet Fatihut, gjak pisit, që kite muj e ki grin Gjergj Kastriotin, janë qua le malsord, gjaku hem, që kem pi gjakun e jari tjetit me më kërcnua, më tha, ku të shonim, kam në traj, kam në vraj, tjerë të bashkëngjit, në vetë se mu tha, qka e një të folë më revlazën, po kjo në vlau jonë, me tha, e lëu kur t'ju shoj, ka të rani, e lëu kom një bashkëngjit. Këta janë njesh që kem pi gjakun e jari tjetit, agja embelja me agjën e ti. Që i thone në Malzi kanë tha po bratim, me pi gjakun njëri tjetrit. E këta qonë sot për medresën e Mehmet Fatih. Ata me unë ngrit, unë kom tha, menon më uqua, dikush me kryua një kish në prekaz, Slobodan Milošević, qëfar skandalit ki me kje. Pra Mehmet Fatihu ka kja shumë ma i keq për popullin shqiptar se Miloševići, se pushteti i Miloševićit ka kja i shkurt, i Fatihut e i sultanve tjertë ka zgjat shumë. Unë e pikrish këtu ja u marrë për të madhe autoriteteve si në Kosovë ashtu edhe në Shqipni,
me që janë dy shtetet pavarura tashti, që kontrollohen për shqiptarve, qeverisën për shqiptarve, ata veti kanë fajet që ja u kanë rritë morin këtyne hoxhallarve, po flasë tashti bash bukfalisht, se që flasim na ka Podguri, veti kanë fajet që ja u kanë rritë morin këtyne hoxhallarve. Politikanët i futin vesh në lesh vllau jam, kur shohat figura Gjergj Kastriotit, Nën Terezës, Pjetër Bogdanit, e shumë figurave të tjera, i futin vesh në lesh, ndërsa në qoftë se një qytetar qohet, unë nuk mbështes as një lloj gjume ekstreme, as sharjen, as ofendimin, absolut, mirë po në qoftë se qohet një shqiptar edhe e shan, ose ofendon një X politikan, qohen prokurort, japin urdhën policisë që shkojnë edhe ta arrestojnë me njëherë. E që ati bojmë o vllai dashtën, ati kriminalit terrorist, që e shan Viktor Palokën e Gjerakovcit e shan, që ati bojmë ati kriminalit atje në Gjermani, që shkan edhe orinan mi bustin e Gjergj Kastriotit. Pse nuk reagojnë autoritetet shqiptare ose autoritetet shqipfolse? A kemi në shtet, a nuk kemi në shtet? A jemi të kontrollum për i djallit edhe për i anti-shqiptarve? Apo na ka hub rruga në borin ton? E kemi harru edhe me ditë kush jemi e qka jemi? Apo jam t'ja mush pare, gjepat me pare? Ku është problemi? Let na tregojnë që dikush është i pagu për agenturave anti-shqiptare, o vllai dashtën, kur njet nuk kom lyp pare, po qona për i lypi pare vllaznive të mi, jam një pare t'ju qej politikanëve se janë tu shit, mos u shit një vllazën, se janë na ju vledhin pare nëse keni nevoj, e mos ta merrni në qaf, se jeni të na marrë në qaf, jeni të na marrë. Është emocionale kjo gjendje, Luiq, se s'po dojmë me stërzgjat vllau jam, është emocionale dhe është frustruese. Në çka jenë të na sjell? Edhe pastaj ma e rona është shqiptarët po vetëdijsohen, apo jo, shqiptarët po pakzohen edhe këto pakzime i quajnë si akte përqarëse. Mërë është drejtë e jona kushtetuese, edhe me konventa ndërkombëtare. Na kemi drejtë të përcaktohemi për çfarë do besimi dojmë. E ku ka ma mirë si mu përcaktu të besimi pararzve tonë? Kush është Mehmet Fatiu? Mehmet Fatiu është ai urdhër dhënësi që ka shkatru, ka bo gjenocid mbi popullin shqiptar. Nëse ja u ban ndërgjegja, majeni mrena shpive t'jurja, mos na e qitni në rrugë se na trishtani me ta. Na trishtani. Kështu vllai jam. Amen vlla. Amen. Është shumë interesant se unë po thon prap unë me ditë se një anti-shqiptar edhe me kënj shpallun shenjt mi avun një kishës emrin e ti unë kish me kënj pari që kish mund qua kudra kësaj. Kjo unë kom tha çështja e Mehmet Fatiut në Miljesh e në vende tjera që kanë mu emrat e sultanve nuk kanë çështja mund ngrit katolikët. Këta çështja mund ngrit vet besimtarët islam. Por prap vlla pe përfunoj me çka thot Zoti në Bibël. Kur Jozefi apo Jusufi që i thonë në islam e marrin vllaznit e shisin Jozefin. E shitin si të shitet Jezusi pe judet. Pas sa kohet Jozefi bëhet shumë i njohur në Egjipt. Vllaznit e tij shkojnë te ai. Shkojnë me ble ushqim. E atje ai shfaqet u thot unë jam Jozefi. Tash vllaznit menojnë se ky ka mu hakmarr ndaj tyne. E menojnë se tash ka me i futen burg. E ky u jep dashni. Siç bëjmë na. Ata na shajnë, na u kthejmë dashni. E çka u thot Jozefi? U thot o vllazën, çka ju e kini menua për të keqen, Zoti e ka kthyen të mirën. Sepse unë tash kam pushtet mbi tokën e Egjiptit. Unë jam ai që ju jap sot ushqim. Edhe këta hoxhallar vllazën, e këta anti-shqiptar, që janë të me veprua kudra kombit. Po i përdor Zotit keqen e tyne me prut mirën.
çka ata po duan me ba me të keqen, po në mira, sepse po ngritën njerëzit e po kërkojnë e pagzim vlla. Si tha i vllau një ditë, në programin live ish muslimani tha, unë i falenderoj, tha hoxhalard, se tha ata po na bajnë me braktis islamin, sepse ka hoxhalard sot, po folin të vërtetën, si që pëso Kurani hadithet, nuk janë si hoxhalard dikur, që janë kja shqiptar, e kanë folë si pas kanunit ma shumë se pas se Kuranit. Këta që po folin si pas Kuranit e hadithve, këta po i përdor Zoti që i tjertë me ardhë të drita e Jezu Krishtit. E pe i përfërnoj, atë në po të nap fjallën, me urdhrin e Jezu Krishtit, që vlazën e motra shqiptar, asu, as blerimi, as një prift, as një katolik. Nuk jem të me ba diçka që nuk në takon, po diçka që e kem marë si urdhër nga Zoti jon Jezu Krishti. Ja urdhër i ti, ja urdhër i ti edhe ju katolik që s'kene lexuar Biblën. Se shumë herë marrim kundërshtime më të rënda nga katolikt, që nuk kanë lexuar, se njohin fenë e vet e përdorin të njëjtat metoda si përdorin armiqtë e popullit. Ja urdhëri i Jezu Krishtit. Jezu Krishti, kjo mas ringjallja ti, që ka thot? Mateu 28 nga vargu 18. Me është lënë çdo pushtet në qiellën e tokë. Prandaj shkoni e bëni zanës të mi të gjithë popujt, pagzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Kjo është urdhër vlla, kjo është urdhër, pagzoni. Unë mundi me tha si shqiptar, shkoni në gjithë trojet tona, në gjithë diaspor, ku do është një shqiptar, ofroja një pagzimi, nëse dëshiron, pagzoni në mënd Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë, se Zoti don shpirtat. Zoti nuk do numra, se më ka bënd dikush djeni pyetje, po sa jo numra që po pagzoni, tha që na nuk njehim me numra, se Zoti nuk kanë biznis numrave, po në biznis me shpetua shpirtat e popullit shqiptar. Kur jemi të numrat, kur jemi, edhe mu ma kanë bo shpesher këtë pyetje, sa jenë pagzu deri sot. Me qenë se nuk moj me ditur në sa jenë pagzu, se nuk kom marrë pjesë në gjitha pagzimet, e nuk i kom organizu në gjitha pagzimet, që që thash ma herët ka dhe shumë tjerë që kanë organizu pagzime. Kur tham organizu, tham që jemi bon adresa e atyne që kanë dasht mu pagzu. Me vullnetin e tyne të lirë, na kanë trokit në ndyrë tona, vllai dashtën du mu pagzu. Apo më tregon si do të mu pagzu. Atëherë, kemi qenë ne aty. Po kur jemi të numrat, edhe si kur ti kisha dit ata numra, me qenë se ka ku që kom harru mi numru, e kom lanë atë punë, nuk i kom numru mos e kanë qenë shumë, kur nuk kanë qenë numra, edhe nuk janë numra ata që pagzohen. As për Zotin edhe as për neve. Ata janë motra dhe vllazët tonë janë. Une, me këtë rast, i bëj thirrje, pas pari i bëj thirrje aty në tafrëmve të mi, që ala nuk mu kanë bashkangjit. I bëj thirrje me qasis teme, fshatit tem, komunës teme, mësusave, profesorave, profesoreshave të mija që më njohin edhe më dinë se kush jam. I bëj thirrje gjithë shqiptarve, s'ka lidhja më njohin apo nuk më njohin. Hajdeni pagzoni e jetojni jetën të juj të lirë. Jetoni në paqe me vetveten e juj. Mos u bëni rob në një ideologjie që munohet mi robnu. Edhe motrave shqiptare, ju nuk jeni robnesha. As robnesha të burrave, as robnesha të luftës. Ju jeni bijat Zotit. Pagzoni, sepse e fitoni lirin, e çdo njeri jeton për me qenë i lirë. Mirë po, liria për i Zotit është që nuk ka kur farë çmimi. Kështu që e janë i pagzoni, s'ka lidhje ku lajmëroheni. Shkoni të secila kish ku flitet shqip. Lajmëroheni të secili prift.
Janë disa procedura që duhet mi bo, është edhe një para përgaditje. Varet për juve, nështë ju jeni të përgaditur, sepse malësën neve na vinë shumë njerëz për mu pakzu cilët janë veç të përgaditun, si a i vlau atë natë që tha, ma shumë ju falëshon për Krishtin se ata mu. Mirë po, ata që kanë nevojë për mësime, le të lejmërohen, i kryjnë disa përgaditje, edhe shkojnë e bojnë pakzimin. Edhe ju kthejnë jetës vetë. Atër janë të lirë. Atër nuk ju ndodh ajo si që ka ndodh ati zotnis që i ka kënu Nora Kelmendit. Nuk i ndodh ati që në fund, kur shkan në adresën e ti të fundit, të shkan si po të ishte një Arab. Të një jetën ja ka kushtu çështjes kombëtare përmes artit, në çfarë do forme. Më vdek si Arab shqiptari, kjo është e patolerueshme. Këto din vish një armik, din më ta përgadit këta. Shqiptari nuk ja ban shqiptarit këta. Të falenderoj shumë. A shumë e rëndësishme të vërtet, kur e folim lutjen që pyesim Marin me lutë për ne, si e përfundojmë thonë, lutu për ne tash e në qastin e vdekjes sonë. Ky momenti i vdekjes ka rëndësi vlla, ky momenti kur do djalli me rrëmbye shpirtin ton. E ky moment është shumë i rëndësishëm. E këta po duhen që në momentin e fundit me fliq krejt jetën e një shqiptarit të me mbulua me flamur arab. Ta është një rast me ndërlidh me këto që e theti për adresën e fundit, vajza e dajës tim, nonën e ka gjermang, daja jem shqiptar. Daja jem e ka pas martesën e pare, ka pas grunë gjermang. Kur ka ardha ajo vajza e dajës tem për herë të parë në Kosovë, ka qenë dhe më thonë entuziaste mi kuptu të nga gjona shpejt e shpejt. Edhe mi vizitu gjitha vene shpejt e shpejt. Edhe i thëtë apo më dërgën të varrezat këtu, sepse du mi pa gjyshen, babgjyshin, që si kom njoftë kurrë. Edhe e qenë. Po, jep liri në sajna që shikoj ti unë të pres këtu. Kur vjen ajo, e të shtu me pak, e mërzine. I thot, babë thot, unë nuk pash këtu shqiptar, a janë krejt turqi? I thot, jo, thot, nuk janë turqi, janë shqiptar. Po, emnat në kanë bot turqi. Sepse kështu ka qenë qëllimi i armiqve, më na paraqit neve para botës se këtu s'ka pas kur shqiptar. Prandaj ka rëndësi shumë adresa e fundit. Ka rëndësi shumë edhe emni. Ka rëndësi shumë. Shumë ka rëndësi. Prandaj ka rëndësi t'jashtëzakonshme që shqiptar të rikthehen të pagzohen, që të mbesim shqiptar. Amen. Zotit e barkov vlla, lavdi i Krishtit. E ju dëgjues, ju falenderojmë nëse na keni dëgjuar deri tash. E vazhdoni me lut për ne, e për popullin ton, se siç tham, korrat janë gati, punëtor ka pak, lutnu atit e korrave që me qua punëtor në korrat e veta, në vneshtin e vet, në Shqipnin etnike. Amen. Kjo flevdua Jezu Krishti, e në bekoft Zoti, në mëntatit, e të birit, e të shpirtit shenjt. Amen.